Seanca e sotme e Këshillit Komunal të Gostivarit ka nisur me mysafir special, ku të ftuar ishin personat me aftësi ndryshe dhe shoqata që punojnë me këta persona. Me këtë rast atyre ju udhërua fanell nga klubi i basketit Gostivari, si dhe u janë ndarë bileta hyrëse falas për të ndjekur çdo ndeshje të këtij klubi. Kjo iniciativë ka marrë mbështetjen e pushtetit lokal, ku në këtë ngjarje mori pjesë dhe kryetari Valbon Limani, i cili tha se këto persona çdo ditë më shumë në Gostivar janë pjesë e pandare shoqërisë dhe punojnë nga komuna e Gostivarit që përmes projekteve të ndryshme ata janë pjesë e inkluzivitetit. Sot kemi një rast të veçantë dhe kemi një privilegj të gjithë ne këshilltarët që t'i kemi mysafir, këto engjëj këtu, edhe më vjen mirë që edhe unë bashkë me ato sot jam pjesëmarrës i kësaj seance. Besoj se do të kemi një seancë të suksesshme dhe këto fëmijë do na ndihmojnë në këtë që e bëjmë. Këshilltarja VMRO Pomnesa Neta Kirovska, e cila njëri është kryetare e Komisionit për Mundësitë të Barabarta pranë Këshillit Komunal, potencoi se çdo fëmijë pavarësisht dallimeve duhet të ketë mundësi të barabarta, që të ketë fëmijëri të lumtur dhe mundësi një ditë edhe ata të jenë këshilltarë në qytetin e tyre. Како комисија за еднакви можности, самиот збор еднаквост. Si Komision për Mundësitë të Barabarta, vetë fjalat e barabartë tregon se barazia është diçka që na bashkon, motivon dhe rënon të gjitha stigmat për selektim. Nga kjo foltore dua të përshëndes mysafirët tanë dhe të inkurajoj se të jesh pjesë e këshillit nuk është diçka e pamundur, gjëgjësisht kur ka dëshirë gjithçka arrihet. Ky është këshill ku ne këshilltarët jemi të hapur për çdo qytetar ku zgjidhim problemet dhe plotësojmë kërkesat e bashkëqytetarëve tanë duke qenë të zëri tyre dhe si të zgjedhurit e tyre i përfaqësojmë ata këtu në këshill. Këshilltarja e BDI-s Vjoca Baftiu Zulbeani me këtë rast mysafirëve u ka dhuruar nga një libër i cili trajton temën e personave me aftësi ndryshe. Libri me titull Loja e pambaruar mban autorsinë kësaj këshilltare e shkruar kohë më parë. Bëhet qefi se pikërisht kjo libër i dedikohet mikut tim të dashur Labinot Saliut, është libri im i dytë dhe shfaqja ime e dytë ku marrin pjesë si protagonist kryesor personat me nevoja të veçanta, të cilat nuk janë vetëm 2 shfaqe, po janë mbi 5 dhe 6 shfaqe që me siguri edhe në vazhdim do kemi mundësi t'i shohim këta artistë të qytetit tonë në skenën tonë. Ema Neshkovska, këshilltare e LSDM-s, potencoi se këshilli gjithmonë do të mirëpres çdo qytetar pa dallim nga ku vin, me qëllim ndërtimin e një shoqërie me mundësi të barabarta për të gjithë. Подадената рака е рака со која што продолжуваме заедно сите. Dora e zgjatur është dorë me të cilën vazhdojmë së bashku para çdo sfide me të cilet ballafaqohemi dhe që na servon jeta. Të ndërtojmë shoqëri të inklusivitetit ku çdo kush do të ketë vendin që meriton dhe çdo njeri do të gjejë veten në këtë nënqiell të përbashkët. Na duhet dashuri, respekt, më shumë të buzëqeshim dhe të përqafohemi e jo të ndahemi pas një base as një dallim. Gjithmonë jeni këtu të mirëseardhur që bashkërisht të ndërtojmë shoqëri me mundësi të barabarta. Aktiviteti mbaroi me një fotografi të përbashkët mes këshilltarëve dhe mysafirëve special, ndërsa ishte organizuar nga shoqata When in Trouble.